Horoskopi ditor, 5 nëntor, 2025, dashi, 21 mars, 19 prill, hëna e plot dhe sotme mund t'i rrisë ndjeshëm emocionet dhe ndjenjat, veçanërisht në lidhje me çështjet financiare ose të biznesit. Mund të ndihesh sikur gjithçka po ndodh një herësh, faturat, të ardhurat, apo ndonjë çështje me dokumente dhe informacion. Po ashtu, mund të ketë tensione përpara ose për ndarjen e pushtetit në një marrëdhënie apo bashkëpunim. Kjo hënë e plot të fton të gjesh ekuilibrin dhe të shmangësh ekstremet. Ndoshta duhet të bësh një kompromis ose të gjesh një mënyrë të drejtë për të ndarë përgjegjësitë. Një zbulim i papritur lidhur me paratë. Pronat ose burimet mund të habisë, por gjithashtu mund të ndihmojë të kuptosh më qartë se çfarë të jep ndjenjën e sigurisë. Edhe nëse diçka del papritur në dritë, mos e shiko si pengesë, është një mundësi për të riorganizuar, për të mësuar dhe për të forcuar themelin tënd financiar dhe personal. Demi, 20 prill, 20 maj, sot ndodh hëna e plot në shenjën tënde, dhe ajo zgjon fort emocionet e tua, i dashur Dem. Kjo energji të shtyn të dalësh përpara, të mbrosh veten dhe të vendosësh në plan të parë nevojat e tua personale. Nëse kohët e fundit je përqendruar shumë të tjerët, tani ndjen nevojën për pavarësi dhe për të marrë sërish drejtimin e jetës tënde. Kujdes, megjithatë, mos e bëj këtë me nxitim apo me ton të ashpër. Hënat e plota nxjerrin në sipërfaqe ndjenja që kanë qenë të fshehura, dhe sot ato mund të dalin me forcë. Mund të ndjesh një zgjim të papritur shpirtëror, një ndriçim të brendshëm që të bën të kuptosh çfarë ke nevojë për të qenë i lumtur. Edhe pse dita mund të jetë e zhurmshme dhe ndonjëherë e paqartë, kjo është koha jote për të shkëlqyer. Lëri emocionet të rrjedhin lirshëm, mos i shtyp, sepse pikërisht përmes tyre do të gjesh fuqinë dhe qetësinë e vërtetë të shpirtit tënd. Binjakët, 21 maj, 20 qershor, sot hëna e plot ndriçon sektorin tënd të shpirtit dhe privatësisë, i dashur binjak, duke nxjerrë në sipërfaqe emocione të fshehura ose të pathëna. Mund të zbulohet diçka që ka qenë e fshehtë, një sekret, një ndjenjë e shtypur apo një e vërtetë që ke shmangur ta përballosh. Një projekt pune mund të përfundojë, një çështje shëndeti mund të marrë zgjidhje, ose një kapitull i së kaluarës mund të mbyllet përfundimisht. Nëse ke qenë i përfshirë tepër në punë, detyra dhe përditshmëri, kjo hënë të kujton se shpirti yt ka nevojë për pushim, reflektim dhe qetësi. Mund të ndjesh një dëshirë të fortë për t'u tërhequr pak, për t'u shkëputur nga bota dhe për t'u lidhur me veten. Kjo është një periudhë e shkëlqyer për të rigjetur ekuilibrin mes trupit, mendjes dhe shpirtit. Mos i injoro emocionet që dalin sot, ato janë udhërrëfyesit e tu drejt qetësisë së vërtetë të brendshme. Gaforia, 21 qershor, 22 korrik, hëna e plot dhe sotme të kujton fuqishëm rëndësinë e miqve, mbështetjes dhe lidhjeve shoqërore, e dashur Gafore. Mund të ndodhë që sot disa çështje në jetën tënde shoqërore ose romantike të arrijnë kulmin, ndoshta një keqkuptim del në dritë, një ndjenjë e mbajtur brenda shpërthen, ose dikush të bën të kuptosh se sa shumë të vlerëson. Gjithashtu, mund të marrësh një ftesë të veçantë, të jesh në qendër të vëmendjes ose të ndihmosh dikë që të ka nevojë. Zbulimet që ndodhin këto orë janë të ngarkuara me emocione, por edhe ndriçuese, të tregojnë se çfarë të mungon dhe ku qëndron e vërteta. Kjo hënë zgjon brenda teje dëshirën për t'u ndier e vlerësuar dhe për t'u lidhur me njerëz që ndajnë të njëjtat ëndra dhe ideale. Nëse ndonjë plan apo marrëdhënie ka pasur dobësi, sot ato bëhen të dukshme që ti të mund t'i rregullosh. Ndaj mos i frikësohu ndjenjave, ato po të udhëzojnë drejt një rruge më të sinqertë dhe më të shëndetshme shpirtërisht. Luani, 23 korrik, 22 gusht, hëna e plot dhe sotme sjell një përballje mes nevojave të tua personale dhe përgjegjësive që ke në punë apo në publik, i dashur Luan. Kohët e fundit ke qenë më i përqendruar te shtëpia dhe jeta private, dhe mund të kesh lënë disi pas dore ambicjet apo detyrimet e tua profesionale. Sot universi të kujton se është koha të rikthesh ekuilibrin, një valë emocionesh të fuqishme mund të të motivojë për të marrë kontrollin dhe për të përmbushur një objektiv të rëndësishëm.
Kujdes që kjo energji të mos shndërrohet në kokëfortësi apo reagime të nxituara. Gjithçka që ndodh sot ka për qëllim të tregojë se je më i fortë dhe më i aftë se sa mendon. Ndoshta një çështje personale del në dritë, por kjo mund të shërbejë si mundësi për të treguar pjekurinë, seriozitetin dhe aftësinë tënde për të përballuar gjithçka me dinjitet. Sot, më shumë se kurrë, rrezaton forcë dhe autoritet, prandaj përdore këtë energji për të ndërtuar dhe jo për të luftuar. Virgjëresha, 23 gusht, 22 shtator, hëna e plotë e sotme të hap horizontin dhe të frymëzon të shohësh përtej rutinës së zakonshme, e dashur Virgjëresh. Mund të dalë në dritë një informacion që të ndryshon këndvështrimin për diçka të rëndësishme, një mësim, një projekt, apo një ide që tani arrin më shumë njerëz dhe merr vëmendjen që meriton. Është një moment ndriçimi, ku mendimet e tua mund të gjejnë një hon dhe puna jote mund të vlerësohet. Kjo hënë e plotë ndriçon sektorin e aventurës, dijes dhe frymës shpirtërore, duke të ftuar të kërkosh më shumë kuptim dhe përvojë përtej së përditshmes. Nëse ke qenë i zhytur në detyra, punë dhe angazhime të vogla, tani ndjen se ke nevojë për frymëmarrje, për të mësuar diçka të re ose për të çliruar nga monotonia. Universi të kujton se jeta nuk është vetëm rendje pas detyrimeve, por edhe rritje, zbulim dhe frymëzim. Prandaj, hap zemrën dhe mendjen për përvoja të reja, sepse diçka e bukur po të pret përtej kufive të zakonshëm. Peshorja, 23 shtator, 22 tetor, hëna e plotë e sotme mund të ngrejë në sipërfaqe çështje që lidhen me borxhe, përgjegjësi, ndarje, mbështetje apo varësi emocionale, e dashur peshore. Nëse je mbështetur tek njerëz apo situata që nuk të bëjnë mirë, ky është momenti kur e kupton qartë dhe ndjen nevojën për ndryshim. Zbulime emocionale mund të frymëzojnë për ide të reja, përmirësime personale apo edhe një kthes në marrëdhënie. Kjo hënë të nxit të kërkosh balancë mes dhënies dhe marrjes, duke kuptuar se ndonjëherë liria dhe qetësia vijnë vetëm kur lëshon diçka që po të rëndon. Mund të ndjesh nevojën të ndryshosh mënyrën si ndan përgjegjësitë ose si bashkëpunon me të tjerët. Nëse ke mbajtur shumë fort diçka, qoftë një ndjenjë, një frikë apo një kontroll, lëshimi i saj mund të japë më shumë forcë se sa e mendon. Emocionet janë të forta sot dhe mund të ndihesh sikur po luhatesh mes skajeve. Por ky proces është i nevojshëm për të gjetur ekuilibrin tënd të brendshëm. Në fund, do të arrish të kuptosh më thellë veten dhe marrëdhëniet e tua, duke gjetur paqe dhe drejtim të ri. Akrepi, 23 tetor, 21 nëntor, hëna e plotë e sotme mund të sjellë një zbulim të papritur ose një ndriçim emocional, veçanërisht në marrëdhëniet e tua të ngushta, i dashur akrep. Mund të kuptosh më qartë se çfarë ke nevojë nga të tjerët dhe çfarë po mungon në jetën tënde sentimentale ose profesionale. Ndoshta ke qenë shumë i përqendruar tek vetja, qëllimet apo ambicjet e tua, dhe kjo hënë të kujton rëndësinë e balancës mes pavarësisë dhe bashkëpunimit, mes dhënies dhe marrjes. Në këtë fazë mund të lindin emocione të forta që nuk mund t'i shtypësh më. Dikush mund të kërkojë më shumë prej teje, ose mund të kuptosh se ti vetë ke nevojë për mbështetje e afërsi. Mund të ndodhin deklarata dashurie, sqarime të sinqerta apo madje një kthes vendimtare në një lidhje të rëndësishme. Kjo hënë ndihmon të shohësh me qartësi çfarë duhet të ndryshosh për të përmirësuar marrëdhëniet e tua. Qoftë një fillim i ri apo një mbyllje e qetë, energjia e sotme të shtyn drejt më shumë ndershmërisë emocionale dhe drejt lidhjeve që ushqejnë shpirtin tënd. Shigjetari, 22 nëntor, 21 dhjetor, hëna e plotë e sotme mund të sjellë në dritë një çështje që lidhet me punën, shëndetin ose mirëqenien tënde, i dashur shigjetar. Kohët e fundit mund të jesh ndjerë më i tërhequr, duke reflektuar më shumë për veten ose duke kërkuar qetësi shpirtërore. Tani, universi të ri kujton detyrimet e tua, si ndaj të tjerëve, ashtu edhe ndaj vetes. Mund të lindë nevoja për të përfunduar një detyrë, për të përqendruar tek puna, ose për të përmirësuar rutinën dhe kujdesin ndaj trupit dhe mendjes. Kjo hënë mund të sjellë ndjeshmëri të shtuar, ndaj përpiqu të mos i marrësh vendimet me nxitim. Merr frymë thellë. Dëgjoj intuitën dhe mos lejo që emocioni të mjegullojë gjykimin tënd. Megjithatë, energjia e sotme është e shkëlqyer për të filluar ndryshime pozitive.
Mund të gjesh forcën për të ndërtuar një stil jete më të shëndetshëm, për të përmirësuar ekuilibrin mes punës dhe pushimit dhe për të bërë zgjedhje që të ndihmojnë të ndihesh më i fortë, më i qetë dhe më në kontroll të vetes. Bricjapi, 22 dhjetor, 19 janar, hëna e plotë e sotme është në harmoni me shenjën tënde dhe ndriçon sferën e dashurisë, krijimtarisë dhe gëzimit. I dashur Bricjap. Kjo energji e fortë të fton të lidhesh më shumë me anën tënde spontane, të shprehësh emocionet dhe të lejosh veten të ndiej më thellë. Mund të ndihesh i frymëzuar për të krijuar diçka të re, për të përjetuar dashurinë më me pasion, ose për t'u afruar me diçka që ka rëndësi për ty, nëse së fundmi ke qenë i përqendruar tepër në qëllimet e mëdha dhe detyrimet e jetës. Kjo hënë të rikujton se është koha të sjellësh më shumë ekuilibër mes punës dhe kënaqësisë. Kujdes, megjithatë, emocionet janë të forta, ndaj është mirë të mos marrësh vendime të mëdha në ndikimin e momentit. Sot, shpirti yt kërkon shprehje, dashuri dhe lojë. Lëre veten të ndjek rrjedhën e frymëzimit dhe bëj diçka që të mbush me gëzim. Kjo hënë të kujton se edhe për ty, suksesi nuk matet vetëm me arritje, por edhe me sa shumë e lejon zemrën tënd të ndjejë. Ujori, 20 janar, 18 shkurt, hëna e plotë e sotme ndriçon jetën tënde personale dhe të tërheq vëmendjen tek çështjet e shtëpisë dhe të familjes. I dashur ujor. Mund të ndjesh një nevojë të papritur për të riorganizuar prioritetet, ndërsa energjia jote kthehet tek ambienti i shtëpisë, planet personale dhe marrëdhëniet e afërta. Kjo hënë sjell ndjenja të thella, ndërgjegjësim të ri dhe një vlerësim më të madh për jetën personale dhe për ata që do. Nëse ka një problem të fshehur ose një tension në shtëpi, sot mund të ndodhë që të dalë në pa, duke të dhënë mundësinë ta zgjidhësh. Ndihesh më i lidhur me nevojën tënde për siguri, rehati dhe stabilitet, dhe kjo është një kohë e mirë për të reflektuar mbi balancën mes obligimeve të punës dhe jetës private. Kujdes që të mos e tejkalosh veten, gjej momente për pushim dhe relaksim. Sot hëna të frymëzon të vlerësosh shtëpinë dhe familjen si burimin e energjisë dhe qetësisë tënde. Peshqit, 19 shkurt, 20 mars, hëna e plotë e sotme nxjerr në sipërfaqe çështje emocionale të pasgjidhura dhe ndjenja të pasbuluara. I dashur Peshq. Mund të ndjesh një nevojë të fortë për të kuptuar veten, për të shprehur mendimet dhe për të thënë fjalën tënde. Kjo është një kohë e mirë për të njohur ose për mbyllur projekte, mësime të reja, ose për të ndarë ide që ke pasur kohë që i ke mbajtur për vete. Emocionet mund të jenë të forta, ndaj kujdes mos flisni pa menduar. Megjithatë, nëse gjen guximin për të folur, të tjerët do të jenë të gatshëm të dëgjojnë. Sot mund të ndodhë një pastrim i ajrit ose një bisedë e rëndësishme për një çështje që ka qenë e mbetur pezull. Edhe pse ritmi mund të duket ngadalësues dhe planet mund të ndalohen për momentin, kjo është një mundësi për t'u përgatitur më mirë dhe për të ecur përpara drejt qëllimeve tuaja me më shumë siguri dhe qartësi.